Ka një ditë e qetë, për të vërtetës, faktikisht pjesëmarrja deri në këto momente është disi e ulët në raport me zgjedhjet e tjera, por që ka ende 4 apo 5 orë që qytetarët e Elbasanit dhe gjithë bashkive të tjera, duke filluar nga prenjat si Librazhi, Gramshi, Cëriku, Belçi, por edhe Peqini, kanë kohën e mjaftueshme për të dalë dhe për të votuar subjektet politike që ata e mendojnë se janë vërtet subjekte që përfaqësohen. Realisht në qytetin e Elbasanit sot dita ka qenë mjaft e qetë, përsa situash incidente në thonjza të quaja unë, lidhur me fotografimin e votës në zonën e 5 Majit apo në zonën e Banetës, siç njihen ndryshe në qytet, por që i vetmi rast sporadik që është bërë precedent nga ana e prokurorisë së qytetit, në rast i arrestimit të një gruaje me inicialet në C, faktikisht ishte pikërisht gruaja që denoncua dhe nga vetë Aurel Byllykbashi në profilin e tij në Facebook. Ndërkohë që kemi një prani të policisë në zonën e Rrëdasheshit, por edhe të BKH-s, për sa i përket veprimeve që kanë kryer hetimore për informacionet që kanë ndërritur lidhur me aksionin e mundshëm zgjedhor, por edhe me fotografimin e votës. Ka qenë një rast ku është dashur ndërhyrja e policisë të qarkut Elbasan për sa i përket votimit me persona të shoqëruar, ku komisioneri i qendrës votimit në Rrëdashesh ka marrë një proces verbal dhe ky proces verbal më pas është sekuestruar nga të qarkut Elbasan për të kryer verifikimet më teshme nëse kemi të bëjmë me një paligjshmëri ose jo. Ndërsa për sa i përket situatës në qendrën e votimit numër 2194, që është qendra administrative në Tregan të Bashkisë Elbasan, është raportuar për persona të panjohur, por që kanë hyrë në qendrën e votimit që sapo ju kanë hyrë ta persona, kryetari i komisionit dhe anëtarët e tjerë kësaj qendre votime kanë kërkuar ndërhyrjen e punonjësve të policisë me qëllim nxjerrjen dhe largimin e këtyre individëve të panjohur nga perimetri i lejuar i qendrës votimit dhe për një farë kohe të shkurtër është rrezulluar procesi i votimit dhe më pas ka filluar sërish. Në të rësti gjithë qarku i Elbasanit, që është për hir të së vërtetës është një qark realisht siç e ju dhe e përmendët problematik dhe është një qark mjaft i madh ku të dyja forcat politike në zgjedhjet e kaluara kanë dalë me një rezultat 8-3 për Partinë Socialiste, 8-6, më falni, për Partinë Socialiste, dhe që për hir të vërtetës ka pasur një prezencë të madhe të krimit organizuar, por edhe të individëve të tjerë për sa i përket tematikave që janë hasur në zgjedhjet e kaluara. Deri në këto momente nuk kemi një konstatim apo një të kësaj natyre, por që të shohim pjesën e numërimit të votave të shohim në orët në vazhdim të fillojë periudhin ngjarje. Sepse jo pak herë ka ndodhur që në orët e fundit aty fillojnë dhe disa problematika që unë të falenderoj, ne do jemi në kontakt për çdo detaj drejt për së drejti nga Elbasani.